A e ki e breng këtë din ti? A ke ambicia, a je ambicios për këtë din ti? A të merë gjumi ty, apo jo? Një shoki imi i shkollës, nxënës i shkollës në Damask, ku kam mësu unë, shkollën e medresën ku në kemë bo. Musa, po ja përmendi emnin, a është gjalla, nuk e di tani. Tash 30 vjetë jemi nda. Musa Mali, nga shteti i Malit. Kemi jetue 5 vite në Damask. Një dit, aty ku e falshim namazin, edhe ku flinshim, në të farë konviktin, kolegjin ku flinshim në Damask, vinte ky shoku, Musa, në e trazonte nga gjumi. Edhe shkonte 20 minuta larg, ku nuk në zinte neve ky konvikt, 20 minuta larg në kam, para sabahit me shku, me i trazun nga gjumi, edhe ata atje me i qun nga gjumi, mu falë namazi sabahit. Talebët, edhe na kishim murakib, kishim edukator të natës në qënë nga gjumi. Mirë po, na ka qu, as na ka qu, nuk di shka. Edhe një dit, ky njeri, që as një hes më ka rendi me të regu për këtë rast, as kund. I ka rastit që të sonte për herë të parë me të regu. Musa Mali, nga shteti Mali. Është një shtet në Afrikë Mali, afër mes Çadit, Algjirit, e poshtë në Afrikën qendrore. Atë ditë s'ka mujt me arrit në bjesht, Damasku, pozitën geografike e ka reliefin kështu malor, pra pa shpine, aty është vendi nalt pak ku ka dasht me shku, atë ditë s'ka mujt me shku ky. Edhe atë ditë ka ndëgjua që talebët në mëngjes nuk janë qu me falë sabahin. Nëse kemi ditë, gjatë ditës në xhaminë e medreses, po rrin edhe po qarë. Na shokt, Musa, shkej të bo, s'po na fol. Hoxha tjetër i vjetri, Musa, nxënës që ka, s'ka. Musa, s'ka. Për sabahin në fjala. Sa ka qeni brengosur Musa Mali? Diqysh, nuk e diqysh, drejtori i shkollës, me emën Musa Arab ishtë Damaskut, është pajtu me ta edhe i ka folë në vesh. Musa, ne trego qka ki që s'po flet edhe pse po qanë. Ne bon rahat. I kishtë thonë, sot s'kam shkua me i qu në sabah talebët në konvikt, edhe s'kishin falë sabahin, nuk i ka qu kush në mëngjes, e unë e barë përgjërsit. A i mëzonë s'me mund, klas a i po barë përgjërsit. A më kuptu ato vlazë? Subhaneke ja Rab. Qka do më thonë ambicje? Alu vëll himme. Me pas himme këtë din gajle, breng. Po si mas ta ki breng, mërë musliman, mërë vla, jam bashkë me mu, Allah i më përmirësoft mu edhe ty, ja Rab. Allah i ne i përmirësoft mas pari neve hoxalarët, e mandej edhe popli, dhe të nreqet, se si të nreqet hoxha, nreqet edhe gjemati, nga se hoxha është lokomotiva e vagonave.